U kthem në studio për të diskutuar për çështje politike në vend. Pritet që nesër të mbahet seanca e radhës ku ndoshta do të kemi një kryetar të ri të Kuvendit të Kosovës. Për të diskutuar për të gjitha këto çështje me mua në studio është profesor Ramadan Beqiri. Profesor, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit edhe nga ju dhe me kënaqësi do të mundohemi të përgjigjem pyetjeve tuaja të cilat janë sigurisht të rëndësishme. Faleminderit shumë profesor. Ne kemi pas disa dështime për sa i përket Kuvendit, konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Çka pritni nga nesër? A do të kemi të reja apo do të vazhdohet me këto pauza përsëri? Po, si duket, kjo çështje paksa do të zgjatet derisa të kemi një dakordancë ose derisa deputetët ta kuptojnë të gjithë atë obligimet e tyre që kanë. Sepse në bazë të gjykimeve të cilat i jap gjykata kushtetuese, atë thotë se të gjithë deputetët që janë prezent e para, që është më rëndësishme, duhet të votojmë. Po kur themi duhet të votojmë, nuk nënkupton kjo se ekziston vetëm një lloj vote. Kemi votë për, kundër apo abstenim. Asesi nuk është e lejueshme që një deputet i cili është në sallë, i zgjedhur i popullit, pa marrë parasysh nga cili tabor politik vjen apo nga cili subjekt politik vjen, ai duhet të votojë njërin nga tri opsionet të cilat janë në bazë të kushtetutës. Pra mund të jetë kundër, mund të abstenojë apo të votojë për. Kjo që është duke ndodhë, ne jemi të vedeshëm të gjithë dhe dim se kryetari i Kuvendit i takon partisë fituese apo partisë së parë e cila del në zgjedhjet e rregullta ose në zgjedhjet e jashtëzakonshme, pa marrë parasysh se cilat kanë qenë ato, në rastin tonë ishin zgjedhje të rregullta. Do më thonë, nuk ka asnjë dilemë se duhet kryetari të jetë me një konsensus apo një marrëveshje politike. Ai vjen nga radhët e lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, sepse lëvizja vetëvendosje, siç e dim rezultatin, nuk është se prin e para me ndonjë 1-2 apo deputet, por ajo prin me gjysmën e deputetëve, domethënë me dyfishin e deputetëve të vendit të dytë. Derisa vendi i dytë dhe vendi i tretë është një diferencë pak më vogël mes 4 deputetëve. Por sidoqoftë kryetari i Kuvendit, domethënë, patjetër do të zgjidhet nga lëvizja e vetëvendosje dhe të propozohet nga lëvizja e vetëvendosje. Prandaj të gjithë deputetët të tjerë nuk kanë çka të mendojnë tjetër ose të bëjnë diçka tjetër përpose ta votojnë atë që e propozon lëvizja vetëvendosje. Zotë Beqiri, po prap nuk i ka të gjitha votat që ta bëj kryeparlamentarin. Pra i duhen ose votat e nismës ose do të ketë bashkëpunim me minoritetet. U flet bashkëpunimi me nismën, mandej u tha se për kryetar të Kuvendit do të propozohet edhe zotëri Fatmiri. Pra a është kjo arsyeja se pse pati një mos përputhje të mes vetëvendosjes edhe nismës kryetari i Kuvendit? Kur folni për numrin 61 të votave që dim që është shumica nga 120 prezent, kjo sigurisht se do të sjellë pastaj tjetër rast i cili mund na përsëritet diçka të nën kryetarët. Çka në qoftë se lëvizja vetëvendosje do t'i bëjë 61 vota dhe do ta zgjedh kryetarin e Kuvendit, si do zgjidhen nën kryetarët? Pse do të jetë kjo problemi, profesor? Jo thotë se 61 vota se nuk i ka. Po në momentin që i bën 61 vota, atëherë sipas kësaj logjike do të bëhet një president tjetër. Në momentin e zgjedhjes së nënkryetarëve që 3 nënkryetarë do të jenë, domethënë, nga partia 3 të parat një lëvizjes vetëvendosje, i dyti do të vjen nga Partia Demokratike dhe treti nga Lidhja Demokratike. Ata me gjasë do të votohen ndaras, herave tjera kanë qenë votuar në paket, tash mund mazhoranca ose mund ata të cilët do t'i bëjnë 61 vota, mund kërkojnë që të zgjedhen ata ndaras. E çka tash në qoftë se lëvizja vetëvendosje do t'i kërkoj PDK-s, e marrë shembull, se këtë kandidat nuk ta pranojmë. Po është vetëvendosja që në kohë të caktuara nuk e ka votu kryetarin e Kuvendit të Kosovës të paraqitur nga PDK, nga LDK, çdo herë ka qenë kundër. Pra, ndërsa tash kanë ardhur në situatën që duhet
të ketë një konsensus politik. Jo. Pra, mendoj se duhet të ketë bashkëpunim ndërpartijak në mënyrë që të mos bie të ngërçet politike, që çështja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës të kaloj pak këto probleme për nën kryetar që gjë që mund të kalohet me një paketë, siç thatë ju profesor. Konsensus këtu nuk ka. Domethënë këtu janë qartë gjitha dhëna. S'ka konsensus as për atë që u fal se raporti i KQZ-s bëhet me votim atje të komisionit ad hoc, pastaj të sillet në kuvend. Ajo diçka që s'ka pas asnjë ankesë ose s'ka pas asnjë parti politike e cila ka kontestuar rezultatin. Me gjithë ankesave të cilat i bë për fundit, ajo është raporti është sjell në kuvend dhe hera e parë në legjislaturën e 9 të Republikës së Kosovës kemi diçka që ai raport nuk votohet nga gjithë. Madje u soll si herën e dytë që ai komision ta bëj përmirësimin e atij vendimit të cilën e morën dhe votu tash, deputetët e sapo zgjedhur kanë ra pak, sipas mendimit tim gjithnjë, kanë ra pak në rajthitje se do të thotë e votuan raportin e tyre dhe dhanë betimin dhe nga data 17 ata tash janë deputet dhe pagat e tyra do të ecin. Votuesi e përcjell këtë gjë. Prandaj, jemi gjithnjë në fazën e konstituimit të kuvendit. Ku në konstituimin e kuvendit nuk ka të bëj asgjë me konsensuese, asgjë nuk ka të bëj me marrëveshje politike, por gjitha vazhdojnë. Është qartë e dhënë, lëvizja vetëvendosje propozon kandidatin, të tjerët aprovojnë ose e votojnë. Pastaj vjen punat e nënkryetarit dhe momenti i fundit që janë edhe 2 nënkryetarë tjerë të cilët vinë nga i termi se di pse ka rrjedhë dhe nuk guxon të rrjedhë të themi nga pakica, sepse në Kosovë nuk do të ndihet askush pakic. Të gjithë jemi të barabartë para këtij shteti dhe para këtij ligji. Ne kemi jetuar në një kohë kur na është mohuar drejta si qytetar të rendit të parë, por na kanë quajtur qytetar të rendit të dytë. Pse na tash të themi dikujt pakic e dikujt shumic? Nuk ka në këtë vend të gjithë jemi të barabartë. Pra edhe një herë të kthehem, konstituimi i kuvendit nuk është asgjë politike. Konstituimi i kuvendit nuk është asgjë me një marrëveshje që duhet të mirën vesh këtu apo ato. Sepse, sipas logjikës edhe një herë po kthehem po them, çka do të ndodh nëse partia fituese, lëvizja vetëvendosje me 61 vota, aso do t'i ketë, do ta propozoj dhe do ta votoj kryetarin e kuvendit, pastaj nuk i voton nën kryetar. Atëherë kjo do të shkojë në pavundësi dhe do të mbetemi gjithnjë pa u konstituuar kuvendi. Vetë këto deklarata të dhëna që ne nuk do t'i votojmë nën kryetar një lloj kërcënimi që u bën nga ana e vetëvendosjes. Po ashtu, zotëri Glauko Njufca thirrri për bashkëpunim ndërpartijak, që është shumë mirë, se do duhet që këto çështje të shtyhen përpara, duke ditur se jemi në një situatë jo të mirë politike dhe çështjet mjaft të rëndësishme të vendit duhet të shkojnë përpara. Ndërkaq që zonja Mimoza Kusari propozonte që të shkohet në zgjedhje, zotëri Murati po ashtu kishte një lloj fjalori akuzues, ashtu siç patën edhe opozita karshi vetëvendosjes. Gjithë këto mos përputje të deklaratave a shtyn edhe më tepër krizën politike, që duhet të fokusohemi më së pari te zotëri Njufca, ku bëri thirrje që të kemi bashkëpunim politik, ndërkaq zonja Kusari dhe Murati dolën me deklaratat e tyre mjaft kontestuese me atë se çka tha zotëri Njufca. Unë mendoj se të gjitha këto janë atë fushën e konstituimit. Dikush mund ta thotë nga një prizmë ose nga një kënd tjetër paraqitjen e tij, por edhe zonja Kusari, edhe të tjerët të cilët janë prononcuar, ata vetëm e treguan se çka mund të më ndodhë nëse kështu vazhdon, nëse guxoj më thonë ende opozita, sepse po referohemi rezultateve të kaluara se ende nuk u zgjedh qeveria e re të cilën pritet të bëhet. Pra nuk kanë qenë kërcënime, as nuk janë kërcënime, askush nuk do ta ndih veten i kërcënuar apo ndonjë subjekt politik. Nuk ka të bëjë këtu me asgjë tjetër përpos me procedurat të cilat janë për konstituimin e kuvendit. Nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër që të zgjidhet dikush kryetar i kuvendit nëse lëvizja vetëvendosja nuk e propozon. Unë nuk di se ka dikush që këtë e konteston ose nuk e ka të qartë gjithë populli ose të gjithë ata të cilët mirën me këto çështje. Prandaj, prononcimet e Glaukut që i bëri në kuvend është për një bashkëpunim, po pse jo,
Pse jo, ata 120 deputet janë zgjedhurit e popullit. Pa morë parasysh a vinë, thash edhe njerë, nga partitë shqiptare ose jo shqiptare që nuk guxojmë na në për studio dhe askund ta përmendim këtë se shqiptari e shqiptare. Të gjithë janë të barabartë, të gjithë janë deputet ata të barabartë dhe nuk kemi na çka të mendojmë se diçka, le të zgjidhet ose le të konstituohet kuvendi, që do me thanë, zgjidhet kryetari, të zgjidhen nën kryetarët ose në paket ose në daraz, dhe pastaj të vazhdohet me zgjedhjen e qeverisë dhe tani të shifet a i ka lëvizja vetëvendosje 61 vota jo. Atëherë fillon koha e numërimit të dedve. Ndërkaq në situatën në të cilën jemi, kjo ka gjasa të zvarritet pafundësisht me të vetmin opcion që duhet në çdo 48 orë të Partitë opozitare themi një mënyrë po favorizojnë vetëvendosjen në mos votimin e kryetarit të kuvendit, duke ditur se edhe vetëvendosja do të deklaruar se nuk i kanë të gjitha votat. Po, sikur të dente opozita se i ka 61 vota, mendoni jo se, kërkoj falje se ju nuk jeni për të përgjigjur pyetje, po e shtroj këto si çështje, mendoni se opozita nuk do ta votonte Albertina Haxhiun, i cila është një nga deputetet më të votuara të kësaj legjislature me 125.799 vota. Do më thanë, gjithë këta votues që ja dhanë votën asaj dhe lëvizja vetëvendosje e propozoi për kryetare, unë nuk e di pse dikush do të me kontestu se do dikush me mendu se nuk do të votuat. Prandaj, atë që thoni ju, sikur, themi, vetëvendosja mos të kishte, ose opozitat mendonte se nuk i ka, apo i ka të gjitha votat kjo për zgjedhjen, do ta kishte votuar në seancën e parë dhe kishte më shku gjithçka në rregull dhe kishte marrë deri te ajo fati ku presidentja ja dorëzon mandatin do më thonë partisë fituese për me prit 15 ditë pastaj, nëse nuk mund t'i bëj ajo, është hera e dytë e cila edhe herën e dytë sipas rezultatit që ka dalë, unë mendoj se presidentja nuk duhet ta mendet që edhe herën e dytë do t'jap po ashtu lëvizjes vetëvendosje, sepse për cila është arsye edhe pse është në diskrecionin e saj të vendosa t'jap partisë fituese edhe herën e dytë apo ndonjë, po me një mandatar tjetër, kuptohet në vëndhan nuk ka të drejtë dy heradhas i partia fituese të kandidoj në njëjtën mandatar për qeveri, atëhere faktikisht nuk kemi, që thash, nuk kemi ndonjë diferencë të vogël mes vendit parë dhe dytë. Po kemi dy fish vota, 48 vota, gjysma e kuvendit shqiptar për 100-ve, plus 3 ato që e thatë ju të nismës që ata qartas e kanë treguar nga fillimi se ne nuk jemi për bllokim, ne jemi për krijim të institucioneve të reja, qofshin ato të kësaj partie që faktikisht i ka fitu zgjedhjet, sepse cila kishte më qenë logjika e të parit. Sikur i parit mos jetë në qeveri ose të mundohet dikush t'ia grabitat, themi, Profesor, sa kemi luksin neve të bëjmë këto loja politike, duke e ditur se çështjen po e presin çështje shumë të rëndësishme. E para, nuk kemi teme diskutimit nga Amerika, pra, që duhet jemi gjithsesi për shkak të një fshiu i cili çdo herë na provokon, patëm edhe shumë sulme terroriste në vendin tonë, po ashtu edhe jemi duke u përballë me probleme të mëdha sociale në vendin tonë, siç është rritja e çmimit të energjisë elektrike, gjë që po shkakton, po dihet se do të shkaktojë dëme edhe më të mëdha në vendin tonë. Pra, a kanë frikë të gjitha partitë politike të përballen me këto çështje që po e zhagitin të gjitha këto procedura të formimit të qeverisë së vendit? Jo, unë mendoj se asnjë parti politike nuk ka frikë nga zhagitja se që po bëhet. Për jashtë, dhe më thonë, nuk e apostrofoj asnjë parti se kjo frigohet të hyjë në zgjedhje ose për këtë që po ndodh. Ky rezultat i cili ka ndodhur ose është aktual, partitë politike i frigon pak shtatori i zgjedhjeve lokale. Prandaj të gjitha partitë politike i frigohen asoj se çka do të bëjnë tash në parlament, sepse ajo do të reflektohet në zgjedhjet lokale. Unë megjithatë
mendoj se partitë politike varet cilat prej tyre do të jenë të guximshme që të rrezikojnë një parforme, sepse mos mendojnë partitë politike të cilat do t'i bashkangjiten ose do të bashkëpunojnë me partinë fituese se para popullit kur dalin mund të humbin. Ndoshta do të vlerësohen pozitivisht për atë që e kanë bërë, që thonë jo pikërisht të ngutemi ose të shkohet sa më parë deri te konstituimi i kuvendit. Konstituimi i kuvendit është një pikë kyçe që unë atë pashoh të pakapërcyeshme disi. Nëse kështu vazhdohet, nëse partitë politike nuk janë aq tolerante që ta bëjmë konstituimin e kuvendit, sepse fundja fundit është obligimi i tyre që ta konstituojnë kuvendin. Nuk e kanë obligim ta votojnë mandatarin e arshëm të qeverisë, po kanë obligim ta konstituojnë kuvendin. 3 seanca, nesërmja 4-ta, pastaj çdo 48 orë, ky numër i pafundëm i takimeve. Pastaj në situatën në të cilën jemi u përmend nga një lider i partisë politike që si datë moshme zgjedhjeve të jashtëzakonshme të bëhet 15 qershori. Po nuk mund të bëhet, edhe një herë ta sqarojmë, nuk mund të bëhen zgjedhjet e 15 qershorit e asnjë date tjetër pa u konstituuar kuvendi, sepse në momentin kur konstituohet kuvendi, nëse vinë dakord për më shku në zgjedhje, duhet 80 deputet të votojnë për tash bë, ose ta për me që vetën që shtojmë popullorë që për me që vetën në shpe. Edhe t'i kthehen prap votuesit. Në situatën në të cilën jemi, nuk ka mundësi që këta deputet të ndërprejnë mandatin e vetë pa u bo konstituimi i kuvendit. Më pak se kemi luksin ekonomik, profesor. Luksi ekonomik është normalja e se kemi, po kjo mund të bëhen zgjedhjet të bëhen bashkë me zgjedhjet lokale. Na kemi pas rast kur kemi pas zgjedhje lokale, po me zgjedhjet të përbashkëta dhe lokale dhe parlamentare. Mirë po, është e vërtetë ajo që thatë ju se nuk i kemi në luksin që të mbetemi të tillë, por megjithatë qeveria është në detyrë ose qeveria në largim derisa të vinë tjetra, mirë po kur të kemi një qeveri e cila merr mandatin 4 vjeçar, e kemi shumë ma lehtë të dimë ka kemi opozit, ka kemi pozit, kush po punon për popullin, kush nuk po punon. Prandaj qytetari, të themi të drejtën, gjithnjë ma tepër, jo që po vedisohet se qytetarin e kemi vedisuar, po ai do ta përcjell çdo sjellje të deputetit që janë në sallën e kuvendit. Prandaj nuk po them se do ta denoj ose do ta ndëshkoj, mirë po me tikun e tij ose në zgjedhjet e ardhshme, ai do të vendosë cilën do ta votoj. Prandaj unë nga kjo studia juaj thras të gjithë deputetët që mos të bien atë se votuan vetëm për vete sa për ta fitu mandatin e deputetit, por le të vazhdojnë me konstituimin e kuvendit. Në momentin që konstituohet kuvendi, mos ta votojnë ose le ta votojnë qeverinë e ardhshme. 15 ditë ka mandatari i ardhshëm që do të bëhet, mas 15 dhe edhe një herën e dytë dhe ditë, e atëherën me automatizëm pa zhbërje të kuvendit, vendit do të shkojnë në zgjedhje, por në situatën në të cilën jemi, barra ju bjen deputetëve aktual të cilët janë, sepse këto janë procedurat të cilat janë konstituive, nuk janë diçka që ne do të ulemi të mirë me vesh, nuk bën ti ta propozosh këtë kandidat ose këtë kandidate, jo pse si ke propozuar ti një prej këtyre e diçka tjetër, pra këto nuk janë marrëveshje të cilat duhet të bën sepse asku nuk shkruhet. Profesor, falenderoj shumë që gjeti kohë që ti jesh pjesë e Infodesa. Do të na shpalosh të gjitha këto njëri që ti ke sa i përket të gjendjes politike në vend dhe çështjeve që do duhet të shtrihen përpara. Faleminderit nga ju dhe suksese dhe punë të mbarë dhe urojmë që nesër të kemi rezultate sepse me nxjerr po e presim. Faleminderit. Shikues të Infodesa që kishim për këtë emision deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.